Ata që i kanë si të vegjël që kanë frikrat. Shiko, fëmia tenton disa herë me i marrë ato nevoja dhe dikur fëmia si bëhet ballë dhe ai fillon me kriju një farë imazhi për veten që unë nuk jam i dobishëm ose unë nuk jam i vlefshëm ose unë nuk jam i rëndësishëm për prindin tim. Dhe ai në një farë mënyrë abstenon ose tërhiqet ose mundet me shfaqë në forma të ndryshme, qoftë duke abstenu, duke u mbyllë në vete, po qoftë duke u bë agresiv shpesh herë. Ose reagimet pa arsyeshme që e arsytojnë ndonjëherë dhe është në adoleshencë, sigurisht që do t'i kaloj. Si mundemi ne prindër që t'i dallojmë këto reagime të fëmijëve tonë? Nëse flasim për adoleshencën konkretisht, atëherë adoleshenca është një periudhë do thotë ku gjitha ato të cilat kanë ndodhur më herët dhe nuk janë përpunuar, atëherë është ai momentumi i fundit ku ato ripërpunohen edhe një herë. Për atë dhe janë më të vrollshme, sepse është një proces i zhvillimit shumë i vrollshëm të një adoleshent, për shembull, si në aspektin fizik, si në aspektin biologjik, si në aspektin psikologjik, si në aspektin emocional, do thotë, gjitha këto janë të vrollshme. Prandaj edhe shpeshherë tek adoleshent, për shembull, dinë u manifestu në mënyra impulsive ose arrogante ose si më thonë duke ju kundërvi prindit e tjera. Por shpeshherë këto janë rezultati disa procese ose disa gjanave që kanë ndodhur ndoshta më herët dhe nuk janë procesuar dhe tashmë ato e kanë momentumin me u shfaq. Diku afër reagimet e njëjta, domethënë si një fëmijë që është rrit mos themi traumatizuar sepse folëm për gjëra minimale që ndoshta çdo i dyti në Kosovë ka përjetuar ato që i folëm, po kjo diferenca mes adoleshencës dhe një fëmije i cili ka bart në vete me vite trauma, dhe ndoshta prindi nuk po du mi fajsu krejt prendrit nga koha, nga diçka i ka iksi si mesazh që ka dosh mja jep, është kjo pjesa ku edhe sigurisht duhet të konsultohen edhe me një psikolog, pse jo të marrin këshilla nga një profesionist. Më kujtove një citim ose një thonjet një autori që tashmë është shumë i famshëm, besoj që edhe jo profesionistët kësaj fushë e lexojnë shumë, është Gabor Matej, i cili është një mjek i cili është marrë shumë me aspektin e traumave. Dhe ai thotë që personi pavarësisht se çfarë moshe është, ai reagon në nivelin ose në moshën e traumës që e ka përjetuar. Wow. Pra, nuk ka rëndësi është adoleshent, është 20 vjeçar, është 30 vjeçar apo 40 vjeçar, do thotë nëse trauma është aty prezente, ai ka më reagu ose ka më u sill në një farë mënyrë konform traumës të cilën e ka përjetuar ndoshta edhe në fëmijëri. Kështu që kjo është me rëndësi me kuptu se çfarë impakti ose çfarë ndikimi ka trauma tek njerëzit. Tjetër, për shembull, sa i përket prindrimit, nuk është gjithmonë, sepse shpeshherë kur po flitet për traumën edhe për këtë dinamikën prindrim fëmijë, do thotë shpeshherë po dalim sikur ne po i akuzojmë vazhdimisht prindrit, po ne duhet dim për shembull se edhe pse ne po e themi këtë, ne po e bëjmë një farë lloj paralajmërimi që të ketë kujdes më shumë dhe nuk po synohet asnjëherë një prindrim perfekt. Sigurisht. Dhe kështu që këto shpeshherë ndodhin jo pse prindi do thotë është asi personi do thotë që qëllimisht do me traumatizu fëmin, po duhet pas besoj që ka prind që qëllimisht e traumatizon fëmin. Por shpeshherë ka prind të traumatizuar. Dhe të pashëruar? Dhe të pashëruar, pikërisht. Kështu që do thotë nëse prindi po përballet vetëm me një traumë të vetën, ai do të jetë i paaft që me menaxhu fëmin ose me u kujdes për fëmin në një mënyrë të shëndetshme. Sepse nuk është diçka e mësuar, do thotë është një cikël i cili vazhdon derisa del dikush edhe e then atë akullin ose e kputa atë zinxhirin traumatik. Sepse ne themi që trauma nuk i ndodh vetëm një personi, për shembull, trauma dhe më shku dhe në gjenerata. Bartët në gjenerata, fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Kështu që gjithmonë duhet dikush që me shkput atë lloj zinxhiri, do thotë që mos me u vazhdu ajo tutje. Për ndryshe, kemi me përfundu duke i përcjell modelet e njëjta. Te cilat persona shkëputet ky zinxhir, ky pasemi traumës nga gjenerata në gjeneratë? Zakonisht tek personat të cilët e kërkojnë një rrugë shërimi, një rrugë vetëdijësimi, ndërgjegjësimi mbi gjendjen e vet emocionale. Zakonisht janë këta persona të cilët do thotë e bojnë atë
thyrjen ose atë kthesën e madhe. Që po besoj tash mënyrat më atleta të mundshme mundën me gjetë veten, sidomos në rrjetet sociale, fatmirësisht shumë psikolog, shumë psikologe japin këshilla të ndryshme, kemi trajnime online që vazhdimisht munden mi ndjek, gjithandej kur flasim për kohë të mëparshme, sigurisht ka qenë pak më e vështirë, konsultimi me një psikolog, stigma, krejt këto gjëra tjera, po besoj që tek gjeneratat e reja është një shpresë pak më e madhe e vetëdijsimit